1.450.000 euro shesim gjithë tokën këtu. Pra, janë 27.500 metra katror tokë, e cila është mundësi e fort investimi. Ti që je një investitor strategjik, ti që do të bësh një fshat turistik, ti mund të bësh këtu. Pra, ndodhimi të kepi Rodonit në Shetaj. Është zonë që kemi dho prova, është zonë që kanë investu disa investitorë. Shikoni fshatin turistikët jam aton. Shikoni fshatin. Pra, kjo zona këtu ka drita, ka çdo lloj mundësie dhe gjithçka është çdo gjë me dokumenta. Investori sigurt ma shpërndani kudo këtë video, 1.450.000 euro është çmimi përfundimtar. Pra jemi në Shetaj, jemi buz rrugës. Tu ka dhe pamje deti afrim. Si që thellë ti vetë. Tu është e gjatë mirë afrim se toka është gjithë buz rrugës, e. 4 shtylla nga këtu. Guri i bardhë është Kofiri afrim. Nga këtu vazhdon toka, deri te shtylla 4 atje. Pra që do të thotë është një mundësi e mirë për investim. Me ndërtu disa vila këtu, gjithë ballore. Me pamje gjithë vilat janë me pamje deti nesër pastaj se ku ndërtohen. Sepse është mundësia të shef detin. Çmimi i dërshitet i pronës 53.000 euro për dëlim. 53.000 euro. Kemi 27.500 metra tokë e gjitha mund ndërtohet vila këto. Si ka ndërtuar tjerë, por tamam si fshat turistik, është gjithë kjo pronë.